që vetëm shkrimi ben. Shkrimi është pasqyra, shkrimi është ajo, në rast si thua, skanimi, për çdo gjë që neve duhet të rregullojmë, lavdjati si thash, që kur vete në pasqyrë dhe shkrimi përcakton në Jobi 1 që është pasqyra jonë, lavdjati. E merr shkrimin dhe fillon në këtë rast ekzaminimin, bën fryma e shenjtë nëpërmjet fjalës. Prandaj dhe motor po të thesha që është vetëm shkrimi që do të japi drejtime, shkrimi që do të japi mënyrën si ne do të rregullohemi, të qortohemi, të inkurajohemi, të pastrohemi, të drejtohemi për jetën e përjetshme. Kjo është çfarë vëllai lutet për asamblejën, për secilin prej nesh, sepse themelimi qëndron në shkrimin. Pos lexuam, pos nuk e ngre nga fjala e jetës, pos morëm një studim, në këtë rast ta marrësh një studim të mirë, që do kohën e vet, okay, nuk po them që do ta konsumosh brenda një jave të mbarosh 4-5 libra të Biblës. Jo. Se ajo bet masandaj që okay, lexova shumë, por ku është thelbi? Mund të lexosh një kapitull ta mbash për një javë lavdjati dhe mediton dhe qëndron aty. Dhe është më i frutshëm në jetën tonë sepse fjala mbillet. Lavdjati. Prandaj siç kam thënë që kur merr një libër të shkurtër dhe mban për 1 muaj, 2 muaj dhe qëndron dhe normal që gjatë kohës ti do të kesh lexuar në çikën atë tenden, okay, do të dalin disa vargje në harmoni që masandaj do lidhet akoma më shumë lavdjatit, shkrimi në zemrat tona. Dhe kjo është puna e thellë e frymës që bën nëpërmjet shkrimit, dhe jo siç sot drejtohen besimtarët me ndjenja. Unë e kam në zemër. Tani ja, unë po eci në frymë. Okej, ti po eci në frymë me çfarë? Kur nuk lexon shkrimin, si po eci në frymë? Fryma ka shkruar shkrimin. Fryma ka shkruar mendjen e Atit të shkrimi. Në Bibël, aty do ta gjej mendjen e Atit, sepse fryma dëshmon në shkrimin mendjen dhe vullnetin për personalinë, çdo gjë që Ati jep për jetën tonë, për në përjetësi të përditshmen apo për çdo gjë tjetër që kemi nevojë. Duke ditur çfarë kohësh jemi, duke ditur çfarë betejësh janë në këtë rast në besimtarët, mungesa e njohurisë së fjalës, të urdhërimeve të atij ligji në Ozea 4:6, kur braktisim ligjin, kur braktisim urdhrimet e Atit që sot nuk marrim parasysh, ndodh që hymë në kurth. Me Satanin hynë në zgjedhje me Satanin, hynë në zgjedhje me mëkati të mban peng, mëkati të mban të zymtë, të je diskurajuar, nuk ke qëllim në jetën tënde në atë periudhë kohe, megjithëse është qëllimi i Atit lavdjat, është të qëndron i përjetshëm vullneti i Tij dhe qëllimi i Tij që na ka formuar në barkun e nënës tonë, qëndron. Por puna është, a kërkojmë neve? A kërkojmë neve të çlirohemi? A kërkojmë neve të marrim nga shkrimi? Apo vem neve ta tërheqim ishin tonë, trupin tonë, zvarë aty të vem tek altari personal në vendin tonë sekret e thua dale tani, çfarë kam disa gjëra, si mendon dhe fillon Ati me njërë, 1, 2, 3, 4. Lavdjati, le ta beje, le të na nxjerrë dhe fillon rëfen vlla, në këtë rast fillon konfeson lavdjatit dhe aty ke çlirimin, aty ke pastrimin, aty fillon një rrugë e mirë lavdjatit që duhet ta bëjmë. E bëj unë personalisht, meditoj në shkrimit Tij, meditoj në urdhrimet e Tij dhe kërkoj falje, kërkoj pastrim, kërkoj që të më ndihmoj që të mos i shkel urdhrimet e Tij. Kjo do më bëj mirë mua, do gëzoj zemrën e Tij, siç ti dhe në këtë rast ju secili personalisht ka një marrëdhënie me të. Lavdjatit. Këto janë gjëra që unë po bisedoja me këtë vllajin dhe por si thash, kur nuk merret përballë shkrimi, kur nuk qëndron autoriteti i shkrimit në një miqësi të ngushtë apo në një asamble, atëherë kemi të bëjmë me një pamjaftueshmëri, kemi të bëjmë me shumë struktura që Satani ka krijuar gjatë kohës, mësimeve që kemi marrë, dhe jeta tonë masandaj vjen një moment, vëllezër dhe motër, për shkak të gjërave që na janë mësuar, masandaj jemi ku jemi disa herë. Por nuk do të thotë që duhet të qëndrosh aty, nuk do të thotë në këtë rast që Ati, siç thash pak më përpara, që plani i Tij i përsosur, i përjetshëm, është i përjetshëm, por duhet hyjmë neve në rrjedhë. Më tregonte në këtë rast diçka që, diçka të mirë që po mësonin, më tregonte dëshminë e Tij që
ishte në 99 atë bente në këtë rast atëre në Belgjikë dhe kur erdhi momenti që ishte në atë të fundit, në vajta unë në këtë rast ai kërkova. Dhe kur unë e kërkova ai erdhi. Erdhi më çliroi, fillovi një rrugë mirë. Okej, kanë rrugën e tyre tani, okej, lavdjatit po, është e vërtet, por të mos ngelemi të pafrutshëm, të mos ngelemi në atë, se thua, zymtën e panjohurinë apo të mëkatit që na qarkon thot Galatasve. Besoj në Galatasve, është mëkati thot që na qarkon. Është tek dera, por thot siç e tha Abelit. Fal Kainit, Abeli ishte mirë, fal. Ishte Kaini tha. Ti tha, në qoftë se do kisha ofruar mirë përpara meje. Sa ti I di një gjëra thosh dati, ti dhe ne I dim shkrimin vëlla motër. Atë që e dim, ama në aplikohen në jetën tënde, më të mirën të mundshme. Ngulmo. Okej, janë disa urdhrime vëlla që unë nuk I di, okej, janë disa gjëra ndoshta për disa për nesh që janë të reja. Okej vëlla, bëjmë pyetje. Si është kjo gjë? Si do ta vej këtë gjë? Sepse në të njëjtën kohë, si thua, po pozicionon zemrën tënde për të pëlqyer atit, për ta nderuar atë. Do të shikojmë shkrimin më vonë dhe para se të fillojmë, vëlla motër, unë dua siç ati na urdhëron në ditën e tij të veçuar, në sabatin e tij që sot, lavdijemi të tija, duhet t'i bijmë burisë, shofari që quhet lavdjatit për mbledhjen e veçuar. Lavdjatit për mbledhjen e tija dhe thotë dhe në numrat në kohët e caktuara, që është nga festat e atit çdo fundjavë, sabati, shtuna, me pak fjalë që fillon të premte në Perëndim, mbaron sot në Perëndim. Lavdjatit është llogaritja biblike, është llogaritja e ditës biblike. Jo në 12 të natës, ato janë gjëra pagane, janë djallëzore, nuk kemi të bëjmë ne që nga 12 në 12, ato janë mënyra katoliko-pagane që vazhdojnë sot dhe shumë janë të influencuar dhe lutemi që të dalin për lavditatit, për të përmbushur qëllimin si personal, në familje, në asamblej, në territor, në vendin tonë që ka aq shumë nevojë lavdjatit. Haleluja. Haleluja. Lavdjemi të tia, vëlla motër, kur I bie shofar, kur bie burisë, demonët dridhen. E di pse dridhen, sepse I kujton ajo buria në para Thessalonikasve 4, kur të bie buria, vjen gjykimi për ta dhe vjen lavdia në këtë rast për ne. Prandaj vëlla motër, mos e ler pas dore shpëtimin tënd. Ngulmo për shpëtimin tënd çdo ditë. Asnjëri për nesh nuk është I fortë veç se në Mesia, në frymën e shenjtë, duke ecur në urdhrimet e Atit, duke nderuar atë, duke mbajtur besimin të fortë çdo ditë. Nuk kemi pjesë me frikën, vëlla motër, asnjëherë. Do të vi për momente sepse vjen fryma e frikës nga jashtë, manipulimi apo çdo gjë që të mund të hedhë në mendjen tënde. Atëre kush është brenda teje? Ti je jashtë dhe unë apo kemi dike brenda që është më fort se ajo që është jashtë. Ti duhet ta dish dhe duhet ta trazosh në zemrën tënde, në frymën tënde çdo ditë. Unë shikoj ambientin këtu në neve, por kjo nuk do të thotë që ne nuk mund të jemi për lavdi të Atit të fortë çdo ditë. Ka mënyrë vëlla motër që neve mund të manipulojmë planin e të ligut, lavdjatit me hirën e Atit. Ka mënyrë. Adhurimin tënd, kur del rrugës, çfarë dëgjojmë? Kur je në shtëpi, çfarë bëjmë? Telefonat, vëlla motër, është për të tërë neve, jo sepse e them në specifik, vëlla apo motër. Është për secilin për ne, është një mjet I fuqishëm, por varet si e përdorim. Mund ta përdorësh për lavdi të Atit, mund të ti presësh, ti skanosh dhe të fillosh të disiplinosh veten tënde dhe është për të lavdi të tia, po masandaj kur e lëm të lirë, në shumë gjërat ne dim që është mbrapa, është brenda, në rrjetet sociale. Le të vazhdojmë, vëlla motër. Para se të vazhdojmë, unë dua që të lutem për lavdi të Atit, për të hapur takimin tonë,
t'i kërkojmë Atit hirin e nevojshëm në praninë e Tija, t'i kërkojmë që të na flasë secili prej nesh në zemrat tona. Haleluja, dhe çdo gjë që dëshiron të bëj në ditën e Tij të veçuar, duke mos e lënë të mbledhjen tonë së bashku, thot apostulli Shaul, për këto momente lavdjatit. Atë lutem atë në emër të Jashua Sovat, të falenderojmë atë që ke vendosur mirësinë tënde, dashurinë tënde, të falenderojmë atë që akoma na mban me krahët tënde kur dalim jashtë, kur hym brenda. Vazhdon të shtrish dorën tënde në mëshirën tënde. Dhe siç thotë shkrimi, ti pret që të gjithë të kthehen ndaj teje, sepse kohët e ignorancës tia i ke anashkaluar. Dhe në këtë rast lutem atë që zemra jonë të hapet ndaj fjalës tënde, të marrim, të mbjellim shkrimin, të mbjellim urdhrimet, të mbjellim fjalën tënde, që është në gjendje të na shpëtoj shpirtrat tanë. Lutem atë që të vazhdojmë të jemi berës të fjalës, urdhrimeve, ligjit tënd të përsosur, thot Jakobi, dhe jo duke qenë vetëm dëgjues. Për lavditje emrit tënd, to atë puno thellë në zemrën tona. Merre lavdin që të takon ty në jetën tonë, në pasardhësen që po vjen në familjet tona, për çdo gjë që do bësh dhe në kombin tonë, në emrin e Jeshua Sovat. Amen. Haleluja. Lavdjatit, më falni vëllai dhe motra. Pia, vëlla motër, do hymë në takimi, do hymë në rrjedhën e mirësisë së Tija, në shkrimin. Sot, siç e dimë, është sabati i Tija, është dita e veçuar. E di që shumë herë dalin deklaracione të tilla që ne mund të adhurojmë, mund të mblidhemi në çdo ditë të javës, po është e vërtetë, por ati kur thot diçka është ligj. Më falni. Ati kur deklaron diçka me gojën e tij dhe vulos në shkrimin, siç ne kemi Biblën në dorën tonë apo në telefon apo kudo që ta kemi, e ka vendosur dhe unë lutem Atit që të kuptojmë disa aspekte që shikojmë, sepse fjala e tij, siç e dim, është e përjetshme. Fjala e tij qëndron përjetë, thot në psalmi. Përjetësisht ti e ke vendosur, thot fjalën tënde në qiell, lavdi emrit të Tij. Haleluja. Le të vazhdojmë tek shkrimi. Për çdo vëllai e motër masandaj që mund të hyjë më vonë sipas mundësisë. Gjithsesi unë në këtë mësim është edhe në YouTube, si quhet, po e dëgjoni tani në YouTube për lavdi të Atit, për ju që po e dëgjoni në YouTube, në shkroll kanalit në këtë rast për të mirën tënde, për rritjen frymërore, bëj një like, bjeri notifikimit asaj ziles, që çdo gjë kur hedh do shikosh dhe të marrësh formimin tënd, të marrësh prej shkrimit për lavdi të Tija, ungjillin e plotë, që dhe vetë apostulli Shaul Pali tha që unë po predikoj në këtë rast ungjillin e plotë, fjala e plotë na plotson, na mbush lavdjati, se gjaja pjesme masandaj nuk është aq e fortë, nuk është aq rezistuese lavdjatit. Siç e dim, sabati e shtuna është dita e 7 e Atit, punohet 6 ditë, sot është ditë pushimi, në këtë rast është një mbledhje e veçuar, një mbledhje shenjtë. E veçuar do ishte fjala më mirë, ajo shenjta nuk kuptohet shumë herë nga besimtarët. Është një mbledhje e veçantë, është një mbledhje e veçuar, e lënë minjanë për një qëllim të caktuar lavdjatit. Dhe përgatitemi gjatë javës lavdjatit derisa të vijë, bëjmë në këtë rast të gjërat tona, shpenzimet, larjen, pastrimin përpara lavdjatit. Dhe kur vjen ajo dita është pushim total. Largohemi nga udhëtimet e gjata, vëlla motër, kur në këtë rast kur kemi mundësi, po kur është emergjenca që duhet të shkosh diku apo të ndihmosh një vllai motër apo një familjarin tënd për të treguar dashurinë Atit, ato janë gjëra që sabati është bërë për njeriu, tha Mesia, do ta shikojmë më vonë. Domethënë sabati është bërë që të ketë në këtë rast prioritet është njeriu në atë sabati. Lavdjatit, që njeriu të gëzojë nga prania e Atit në principet e shkrimit, normal. Por që
ka disa aspekte që dhe Mesia vetë në këtë rast thotë, ju çoni kafshën për të ngrënë, thotë, kur bie kafsha në gropë, ju vini dhe shpëtoni, në këtë rast përse mërziteni me mua kur unë po shëroj njerin që ka nevojë në ditën e veçuar të atit tim, thotë. Normal që ata nuk bënin dallimin, ishin gjëra traditat njerëzore, gjëra të shtuara, gjëra të hequra nga shkrimi, nuk e marrin parasysh plotësisht shkrimi që kemi neve në këtë rast që nga Zana Filla deri në Zbulesa, kanë disa libra të tjerë, ato janë rruga e tyre. Lavdjatit. Për sa i përket urdhrimet, dhe shikojmë në Levitikun 23 ku ndodhen festat e Atit, kjo ditë në këtë rast nuk bëhet punë, është e veçuar sabati i Atit në të tëra vendet ku ne rrimë, që jemi shpëndar, ku banojmë në të gjithë tokën. Dhe në këtë rast, siç e dim, këto janë festat. Është një nga festat e Atit. E marrim si festë çdo fundjavë, vëlla motor. Vjen e premtja për ne që mund të kemi mundësi, por avash do ta krijosh atë disiplinën nëse ke një zemër që vjen në këtë rast vjen perëndimi kur do ulesh në tryezë për të ngrënë darkën e së premtes që fillon sabati në bazë perëndimit. Atëherë ulesh në këtë rast me familjen, e lavdëron Atin, i bën një lutje në këtë rast, falenderoj për ditën tënde të veçuar, që më dhe e bekoj Ati atë ditë, vëlla motër. Që ne të marrim në këtë rast nga bekimet e Atit që janë frymërore. Dhe normal që materiale do vinë, çdo gjë që kemi nevojë, por do të ndjekim mbretërinë, do të ndjekim në këtë rast të principet frymërore, drejtësinë e Atit që shprehet në urdhrimet e Tija, në fjalën e Tija, në ligjin e Tij të përsosur, dhe çdo gjë tjetër që ti dhe unë do kemi nevojë, do të na shtohet. Se Ati është interesuar në formimin tënd dhe timin, që është formimi i karakterit mbi të gjitha, transformimi frymëror. Transformimi gjithashtu shpirtëror, shpirti është mendja, emocionet, vullneti, që ky është transformimi në këtë rast nga fryma e shenjtë, në këtë rast, po në frymën tonë që është zemra jonë, asandaj gjithashtu po dhe në shpirtin tonë. Që dhe vetë shkrimi deklaron që kur në këtë rast lutja që bente apostulli, të ishte që të shpëtohet fryma, në këtë rast trupit tënd dhe shpirti tënd, të tre. Tërësia e njeriut, lavdjatit. Është një, siç e dimë, sabati është një shenjë përjetshme. Është një shenjë përjetshme që duhet kremtuar, duhet festuar, brez pas brezi. Është një beslidhje përjetshme gjithashtu, vëlla motër. Është beslidhje përjetshme që tani jemi një me popullin e Izraelit të vërtetë. Ajo mbetja që Ati ka rreth botës. Po të shikosh në Izrael, shumë për neve mendojnë, judejtë që janë në Izrael, më shumica e tyre në këtë rast janë farisejnë, janë ortodoksë, rabintë, janë ata në këtë rast që nuk janë në të vërtetën plotësisht të shkrimit, se në radhë të parë nuk kanë pranuar Mesia. Por ajo mbetje që ndodhe që Ati ka shpërndarë 12 fiset e Izraelit jashtë, ata janë që Ati po punon thellësisht, në këtë rast janë të rilindur, ka në urdhrimet e Atit, festat e Tija biblike që janë siç e pamë në Eksodin 23, që ne tani jemi shartuar në ta. Nuk janë ata më vete, ne më vete, kjo është një hipokrizi, është një heresi që ka vazhduar Satani të ngrejë mure midis atyre dhe nesh, dhe kjo gjë ka vazhduar me kohë dhe shikon masandaj farisejnë të sekte të ndryshme, edhe normal që kemi sektet nga krau tjetër, kur vinë denominacionet e njeriu të ashtu quajturit të krishterimit. Por ti dhe unë, po jemi të krishterë, por nuk kemi pjesë të denominacioneve. Kjo ministri nuk është në denominacionet. Ne jemi një ministri, jemi një asamblej që nuk kemi pjesë me denominacionet, kemi pjesë lavdjatit me shkrimin e Tija. Gjë tjetër, jo me njeriu, jo me traditat njerëzore, nuk kemi pjesë me gjëra të tilla, sepse janë kotësi, thot shkrimi në Jeremia 10. Ne kemi pjesë me shkrimin dhe vetëm me Atin kemi përballjen tonë çdo ditë. Njerëzit nëse do dëgjojnë dhe në këtë rast thot kush ka vesh do dëgjojë thot fryma e Zbulesa, atëherë do bekohen. Por shkrimi do predikohet, e vërteta do predikohet, dhe normal që drejtësia e shkrimit nuk merret shumë herë nga mishi jonë, sepse mishi nuk I nështrohet ligjit, Roma 8. Dhe prodhon vdekje, vëlla motër, duke ecur në frymë, vargu 6, në të njëjtin kapitull thot,
kur ecim në frymë, dhe përmendëm në rastin pak më përpara, si ecim në frymë. O, tani, shikoja, unë ja e kam frymën brenda në zemrën time, tani unë po jam në rregull, unë di, unë po ec në frymë, vërtet. Po pse flasim për mëkatin atëre? Përse vëllezërit e motrat në këtë rast kanë betejën e mëkatit? Nuk mjaftovi që neve u vullosëm me frymën e shenjtë të premtimit, kur në këtë rast medituam dhe tham, po kam mëkatuar, mëkati çfarë? Kemi shkelur ligjin tënd, gënjyer, vjedhur, marrë eminatit kopë, dasfemuar, kryer marrëdhënie para jashtë martesës, këto gjëra i bëmë më përpara se të vinin besim. Dhe këto na çonin në vdekje, apo jo? Paga e mëkatit e vdekje, Romakët 6:23. Tani, ishin drejtuar drejt zjarrit, liçenit të zjarrit, por erdhi Mesia, dashuria atit e shprehur në këtë rast dhe tha, hiri, dashuria e pamerituar, që ti nuk e meritonje, sepse kishe mëkatuar ndaj meje, thot ati, po unë gjithsesi shtriva dorën. Do vish pra meje? Do besosh në birin tim? Po, tham, unë besoj që ai u ringjall në ditën e tretë. Dhe në një farë mënyre, vëlla motër, jo në një farë mënyre, ne tham atë lutjen e besimit komo përpara, siç e dim, por nuk është e plotë. Shumë prej besimtarëve sot që kanë bërë ta shoqëruar lutjen e shpëtimit, nuk din nga pse shpëtohen, nuk din çfarë është mëkati. Sepse vazhdojnë të doktrinat prosperitetit, doktrinat e hirit të tepruar, të dashurisë të tepruar, dhe le më njanë karakterin e plotë të atit. Kur le më njanë karakterin e plotë të atit, nësandaj je i pjesshëm, dhe Satani ka përparësi në shumë hapësira tona. Sabati, festa e tij është një beslidhje përjetshme që tani ne u bashkuam me 12 fiset e Izraelit që ati po restauron për na çuar në tokën e premtuar eksodin e madh, lavdiatit. Kjo dihet mbas mundimit të madh që kam thënë dhe shkrimi dëshmon, është një mësim më vete, do fillojmë së shpejti të marrim dhe zbulesën që nga 1 deri në 22-shi në këtë rast dhe është i mbushur për të bekuar ty vëlla motër. Me atë që ati ka vendosur vajin tek mua, që të derdhemi, thot një nga këngët dhe vëllezër mund ta dini, edhe thot Theofilos, thot të derdhem për ty. Lavdiate, duhet të derdhemi për atin. Si thot shkrimi, besoj se është tek Levitiku, thot lidhe thot sakrificën në brirën e altarit tim, thot ati. Dhe jeta tonë duhet të lidhet, vëlla motër, në Mesia, në frymën e shenjtë, në brirët e altarit të Atit, duhet ta çojmë, thot apostulli Shaul Pali, thot në këtë rast që të ta çojmë trupin tonë si një flisë, një sakrificë, lavdiat në Romakët, që është gjëja më minimale që ne mund të bëjmë për shkak të çfarë bëri Mesia për ne. Lavdiatit. Kjo është dashuria e vërtetë që ne i shprehim dhe normal që ajo sakrifica ka të bëjë me zbatimin e fjalës, urdhrimet, sepse dashuria atë shprehet duke zbatuar urdhrimet e tij. Para Gjonit 5:3. Kjo është dashuria atë të Elohim, që ne të zbatojmë urdhrimet e tij. Dhe urdhrimet e tij nuk janë të rënda, nuk janë zgjedhë, nuk janë të vështira, thot prapë në ligj për të rirë. Por sot dëgjojmë doktrina shkatruese, dëgjojmë mësime që duhet të vraposh, që kanë urdhrimet e Atit zgjedhë. Çfarë flasim Zot? Kur veç shkrimi dysmon të kundërtën, dalin në masandaj me çdo deklarim që jemi përmbi Atin, kemi arritur. Nëse vazhdojmë, vëlla motër. E dim që sabati është në 10 urdhrimet që janë zemra e ligjit. Masandaj për të ditur detaje do të shikojmë urdhrimet për si mund ta mbash, çfarë mund të bëjmë për një aspekt aktuar në urdhrimin e parë ku flet Ati, siç e pam pak më përpara. Unë jam Jahu Elohimi yt që të nxorri thot nga vendi i Egjiptit dhe thot popullit Izraelit. A është Ati tonë, po lavdiatit, kemi akses të njëjtën frymë, thot Efesianët 2, duke na bashkuar me anë të gjakut të tij. Vëlla motë, kur e përdorim gjakun e Mesias, duhet të flas çik për këtë, sepse kemi disa gjëra që duhet t'i radricojmë, duhet t'i rregullojmë pak. Kur flasim për gjakun e Mesias, unë vendos gjakun, vëlla motë, nuk është biblike. Gjaku i Mesias të mbron, vëlla motë, nuk na mbron gjaku i Mesias. Na mbron fryma e shenjtë, na mbron dora e Atit, e engjëjt e tij për shkak sepse gjaku i Mesias zbriti
frymën e shenjtë, du të vinte si rezultat mbasi Mesia të përlavdëroheshe. Kur Mesia u ringjall, pasandaj në këtë rast erdhi fryma e shenjtë. Tani, Mesia që është i ringjallur në të djathtën e Atit, ai ndërmjetëson për ne çdo shkelje të urdhrimeve të Atit që ne mund të bëjmë. Vullnetarisht apo jo, nuk duhet t'i bëjmë vëlla motër, por jemi në betejë me mishin. Kur ne mëkatojmë në këtë rast, është Mesia që ndërmjetëson tek Ati që ne të mos shkatërohemi. Që në këtë rast është dashuria e tij vazhdon akoma të trokasi në zemrën e Atit si biri i tij për ne. Sepse është çfarë kur e prifti jone, është ai që qëndron midis Atit dhe nesh. Kjo, vëlla motër, kjo është ajo aplikimi gjaku që themi, është simbolike. Nuk është në këtë rast, gjaku i Mesias të mbuloj ty. Nuk na mbulon vëlla motër në atë mënyrë. Është fryma e shenjtë, janë engjëj si rezultat, sepse sakrifica e tij e bëri të mundur që fryma të vinte, që ne të kemi akses në Atit. Krahët e tij na mbrojnë, krahët e Atit. Po, dhe Mesia ka të bëjë me tokën, është faqur, vjen kur në këtë rast të dëshiron dhe është në harmoni me Atin për çdo gjë që mund të lëvizi në tokë, siç erdhi tek apostujt tyri për te mureve, dera ishte mbyllur. Në lutem Atit që një ditë të hyjë në shtëpinë tonë, vëlla motër. Të kaloj murin, siç e ka përsin tani me trupin ynor që ka. Unë për atë lutem për veten time, vëlla motër, megjithse kam dëshmi që kam parë dhe pas para 7 vjetësh, nuk më tregoj fytyrën, por e pasat në atë lutje ku isha jashtë. E di që ishte ai. Ishte ajo shfaqja e pjesshme që vetë Ati vendosi në birën e tij të më bënte mua në atë kohë. Por nuk mbaron atje në jetën tonë. Nuk mbaron atje, vëlla motër. Ka dimensione të marrëdhënies dhe të zbulesës, karakterit të Atit, apo vizitime, manifestime që Ati mund të bëjë në jetën tonë, që neve nuk akoma i perceptojnë në mendjen tonë. E zemra nëse kërkojmë, nëse ngulmojmë, vëlla motër, që të kemi praninë e tij, të kemi, dhe ju ndoshta kemi folur, por kur vjen ndonjëherë prania e engjëve në lutje, kur kam hasur, është e mrekullueshme. Janë disa që janë luftëtarë, që janë 4 metra dhe shikoja njerin që thasha ndoshta Ati më hapi syt, po dije që ishte mbrapa meje. Ishte një nga takimet që po bënim dhe shumë herë vizitime të tilla. Por nuk mjafton, duan të shikojmë. Dhe unë lutem Atit që një nga lutjet tende në zemrën tende, vëlla motër, të jetë që ti ta shikosh Mesian përpara se të ringjallemi. Dhe është e mundur. Çdo gjë është e mundur, tha. Vetë Mesia, për atë që beson. Po, është ajo ngulmimi, është ajo sakrifica, është ajo zemra që kërkon, po të më kërkoni me gjithë zemër, thotë, vetë ligji i tij, lavdi Atit. Do të më gjeni. Ta gjejmë ku, në praninë e tij, do gjejmë shkrimin, do gjejmë zemrën e Atit. Por ka dhe manifestime. Mund të shikosh engjëjt e tij, mund të japin mesazhin, siç u jepnin profetëve që në kohët. Shumë prej nesh, shumë prej jush që po më dëgjoni si në YouTube, po dhe këtu në takimin tonë se jemi. Ati ka një manifestim të dorës së tij që ka para përcaktuar. Që dhe thirrja tënde ti me shumë sinqeritet dhe për ulje, vëlla motër, ti dhe unë akoma nuk e dim plotësisht thirrjen tonë. Por Ati e le apostafat që ne ta zbulojmë gjatë rrugës. Marrëdhënia që do, kërkimi. Okej, unë do lutem për ty. Unë të lutem dikush për ty, vëlla motër. Por Ati do marrëdhënien personale. Sepse e di që ai të ka krijuar, të ka gatuar në perfeksionmërinë e tij. Okej, mëkatin na njollosi, na bërin imperfekt. Po, pikrisht ajo është rruga që ne po bëjmë me anë të fuqisë së frymës së shenjtë, me ecjen tonë, zbatimin e urdhrimeve të tija. Shumë prej jush që po më dëgjoni nuk i keni ndoshta perceptuar, por është karakteri Atit në atë ligjin e përsosur, që apostulli Paul Shauli që ka emërtit vërtet tha, anullojmë tani ligjin e përmirëbesimit, kushtu mos qoftë. Ne e themelojmë. Na duhet, vëlla motër, është llamba i ligjit në këmbën tonë, në Psalmin 119, ai është konteksti. Është llambë në këmbën tonë, është dritë në shtegun tonë, lavdi Atit. Ne siç e shikon në ekran, vetë mbreti i lavdisë tha që sabati në këtë rast është bërë për njeriu, është bërë, është caktuar, është vendosur, është
tashme thot është i përjetshëm se pa pak më përpara është një beslidhje e përjetshme. Është bërë për njeriu. Dhe jo njeriu të vendosi kur është sabati dhe mënyrat e tija, siç i bën sot judaizmi apo sekten Izrael, apo jashtë të tyre. Vendosin si do praktikohet dhe si kam këtu afër disa të dëshmimtarë të Nese Lejmë, se ka një mësim vete, por kur të takoj në njerin dhe ati më ndihmo, ati pas më shirë për mua, por, sepse nuk ri për gjëra që predikojnë. Sabati vëlla motër është bërë për ne, është bërë për njeriu, ati do të takohet me ty dhe me mua në këtë rast para perëndimit të shtunës. Dhe asambleja do të mblidhe në këtë ditë, është një mbledhje e veçuar. Kisha, tende ndoshta. Përse të dielën? E diela ishte katolike, e transferuan nga sabati në 300-ën, e bën me dekretin e tyre të Laodicejës, që ishin ato, që bënin ato mbledhjet, ato këshilla qushin, ato si thua forume mbledhjet. Dhe vendosi perandori romak që ishte një adhurues i diellit, u bashkua me katolikët e ateshme, me pritërinjtë, që nuk janë të rilindur në atë parë, dhe vendosën, dhe është një mësim që unë e kam gati, për kam berë, vëllezër dhe motra që më njohin, kam dhënë evidencat, dhe ben në këtë rast dekretin tani, ne nuk kemi pjesë me judenjtë. Nga sabati ne do adhurojmë ditën e diellës, sepse perandori dhe katolikët adhurojnë diellin, dita e diellit, dita e diellit. Dhe kaluam pasandaj dhe Pashkën nga dita e caktuar sipas dita 14 të muajit të parë, që thot shkrimi në Eksodi 12, e bën të dielën, prandaj shikon sot krishtërimin që duhet të bjerë me patjetër e dielë. Përse ku e ka thënë shkrimi, kemi një evidencë, as pak. Njeriu, traditat, mënyrat e kota, filozofi njerëzish. Është bërë për njeriu, vëlla motë sabatit. Po të shikosh fjalën greke, bërë aty, shiko çfarë na nxjerr shkrimi. Dhe un jam diligjent për këtë, për lavdi të atit me hirin e tij, që shikoj, sepse më hape zemra. Fjala greke atje është ginomai, që do thotë të bëhet, të vinë në ekzistencë, erdhi në ekzistencë lavdiatit kur ai foli dhe krijoi kalendarin e tij në momentin, në ditën e 4. Në ditën e 4 ka krijuar në këtë rast diellin, hënën dhe yjet që përcaktojnë kalendarin biblik. Dhe erdhi erdhi në ekzistencë. Në ditën e 7 erdhi në ekzistencë, filloi të jetë, të marrë qenie, thotë përkthimi biblik i leksikonit, të ngrihet, të shfaqet, të dalin në skelë, për të bërë, të kompletuar, na kompleton Ati në ditën e tija. Sot, vëlla motër, ti investon për jetën tënde, ti investon ecjen, transformimin tënd frymëror për jetën e përjetshme. Mos u gënje, vëlla motër, nga mashtrimet të kota, nga filozofi njerëzish, nga predikimet që në këtë rast nuk duan t'ia dinë për ligjin e Atit, për sabatin që Mesia praktikoi për 33 vjet. Mos u gënje. Zemra time qan, vajtoj. Isha me vllajën në makinë dhe ju e keni parë mësimin që bëra dhe postova, dhe është në Facebook. Zakonisht nuk mund të ndaloj në 30 minuta. Ndalova sepse fryma në këtë rast zbriti brenga e madhe dhe e ndalova makinën. Nuk mundsha të vazhdoja me nga ajo shtrëngimi i madh i brengës në zemrën time për gjëra që vëllezërit dhe motrat vazhdojnë. Sidomos dhe kam me ata vëllezër me gjithë dashurinë për ulje, nuk e dia dëgjon ndonjëri për drejtuesve në Shqipëri. Vëlla, nuk është biblike të vazhdojnë të praktikojmë gjëra që nuk janë në shkrimin. Festat e Atit janë përpara nesh. Në Levitiku 23, Mesia shpëtimtari tënd i praktikoi për 33 vjet. Prapë thot shkrimi që ajo fjala ginomai, bere që po flisnim këtu në të kuqe, është i mrekullive, thot. Është një mrekulli, çfarë? Po ta zvendësojmë. Është mrekulli për njeriu lavdiatit. Po, është mrekulli sabati i tij, shtuna. Shtuna është një fjalë pagane, lemi janë. Sabati është një mrekulli për njeriu. Normal që është një mrekulli, sepse Ati vetë është mrekulli. Është perfektshmëri, është forca e tij që neve çdo ditë të marrim prej tij kur ecim në urdhrimet në festat e tij të caktuara. E dim vëlla motër sot çfarë? Sot është data 12 e kalendarit pagan. Po të shikojmë kalendarin biblik, është në datën 8 ishte Pashka, lavdiatit, dhe kemi çfarë? Në datën 8 dhe tani jemi në festën e bukës pa maja, Luka 23, lavdiatit.
Vargjet 54, 56 ishin motrat që mbajtën festën e bukës pamaja. Pali thoshte që mbasi mbaruan ditët e festës së bukës pamaja, mbas andaj udhëtoi. Se donte të shpenzonte kohë me vëllezërit e motrat të rinte edhe të bante festën e atit. Tetë ishte Pashka, sot është dita e 4 e bukës pamaja. Përse bukë pamaja? Hama, bukë pamaja, sepse është urdhrimi i atit. Në Levitiku 23, në Eksodi 12, nuk është e vështirë të marrë çik miell, çik vaj, çik kripë, ujë, dhe ja bëri ca prej tua. Në ja dhe hengre. Po e hapër atin, po e nderon atin vëlla motër. Ma janë do të këshim hequr, normal që para Pashkës, se do të shkrimi fizikisht, dhe çfarë? Ekzaminojmë veten tonë vëlla motër. Për atë ma janë që paraqet mëkatin, a kemi diçka që ne do të heqim nga jeta jone, nga ecja jone, çdo herë që neve mbajmë urdhrimet e atit, festat e tija, është një rinovim beslidhje që ti dhe unë po bëjmë përpara atit. Është një rinovimin e zemrës që po i tregon atit që unë po të dua dhe unë dua të zbatoj urdhrimet tënde, dua të perfeksionohem karakterin tënd, sepse biri tënd na tha vet, apo që në kohët të jeni të përsosur, që ati juaj është i përsosur. Dhe është ajo rruga e përsosshmërisë derisa ai të vijë, por nuk mund të kthehemi mbrapsht vëlla motër. Nuk ka kthim më mbrapsht. Betejë ti mund t'i kesh në familje dhe secili për nesh dhe shkrimi e thotë, secili për nesh ka nga një gjë që është në betejë. Asnjëri prej vëllezërve motrave nuk është pa. Por ke frymën e shenjtë, ke shkrimin, ke forcën në këtë rast që ta jep dhe ngulmon dhe ec dhe ta nderosh vëlla motër atin në jetën tënde. Se po e nderove do jesh pjesë e përjetësisë. Sepse kur nuk e nderojmë në këtë ecje, atëre përse në këtë rast qenë të predispozuar, përse do të na ati thot, përse ti do të ish në përjetësinë time, kur ti nuk do t'jeta dije, kur unë të shfaqa fytyrën time për 80-90 vjet trokita në zemrën tënde, ti nuk do t'jeta dije. Atëre dashke të hysh në përjetësinë time. Shiko sa i mëshirshëm është ati që troket çdo ditë vëlla motër. Kemi qenë rebel, jeta ime në këtë rast u transformua në moshën 29 vjet. Megjithëse kisha marrë ungjillin që moshën 13, por është normal, nuk kishte shkrimin, nuk kisha prindër që ishin besimtarë, nuk kishte kishë, ku të rriteshe të paktën. Por kur erdhi momenti që isha në atë fundin tim, dhe më thanë, tani tha, mund të bisedojmë? Po i thash, e lutem, cila është rruga? Cila është rruga vëlla motër në jetën tënde me te? Cila është rruga jote? Duhet të vijë ai moment në jetën tënde vëlla motër. Akoma më thellësisht, kudo që të jesh, se vetëm ati ta një zemrën, vllai mund të shikoj nga jashtë gjëra që mund të këshilloj dhe të them. Por ti e di ku je me atin. Dhe në këtë moment në emër të Jashuas, lutem që frymat të preki, që të çlirohesh plotësisht në emër të Jashuas. Lutem që të dalësh nga ai vullbu, nga ajo zgjedhje ligësie në emër të Jashuas. Ne ta nderojmë vëlla motër. Ne ta nderojmë atin me ecjen tonë të mirën të mundshme. Mos e mohoj emrin e tij me ecjen tënde. Ndoshta ke beteja dhe unë e di shumë qartë në familje, flas për ju që mund të jeni të martuar se jam vetë familjar kam 2 fëmijë që më ka dhënë ati. Por qëndro me atin, qëndro me Mesian, deklaroje, mos ki turp nga lajmi i mirë, që thonë ungjilli, por lajmi i mirë është fjala më tepër. Mos kemi turp nga festat e tija. Mos kesh turp duke mbajtur sabatin dhe thua një vllai motër tani që ndoshta erdhe në njohurinë e vërtetë të shkrimit. Po, sabati është për ne. Okej, thirrje motër dhe flasim. Le të vinë, kushdo që ke mundësi, le të afrohen. Nuk jemi të përsosur, po ngulmojmë dita ditës. Nuk e kemi arritur, nuk jam i mirë prej teje vlla motër. Asnjëherë nuk e kam menduar. Kush më njeh e di. Megjithëse shumë herë flas dhe ndoshta keq kuptohen, jo vëlla motër, zemra ime është për vëllezërit e motra, për atin fillimisht më vjen keq, por është për te edhe për Mesian. Por e di që është për vëllezërit e motra. Dhe për ata që më keq kuptojnë, më kanë akuzuar, nuk ka rëndësi. Ato
Nuk mbaj gjë asnjëherë në zemrën time për gjëra të tilla. Dhe bëj kilometra për të takuar një vëlla motër për të lutur. Siç tani për ta kuptuar vëlla motës, janë ca pyetje, ndoshta për të rishikuar se janë të nevojshme. Janë gjëra që bëjnë diferencën, lavdjati. Tani kur fillon sabati? Se do jemi në shkrimje dhe shkrimje është gati, por thjesht për ta kaluar shpejt, por prima na drejtojnë diçka tjetër dhe duhet të drejtohemi lavdjatit. Kur fillon sabati? Është tuna biblike me pak fjalë. Është dita e festës që sipas llogaritjes biblike të ditës, fillim e mbarim siç thon, fillon në perëndim të diellit të ditës së kaluar që është e premtja, mbaron në perëndim të sabatit të shtunës të nesër. Lavdjatit. Ja, një shkrim që mbështet këto dy aspekte, sepse çdo gjë duhet ta themi sipas shkrimit. Nehemia 13:19 thot shkrimi. Dhe ndodhi që kur portat e Jeruzalemit filluan të errësohen para sabatit. Unë urdhërova, thoshte profeti, që portat të mbylleshin dhe urdhërova që ato të mos hapeshin deri pas sabatit. Aman, kur u mbyllën? Filluan kur filloshe të errësoheshe, domethënë filloi të errësohej, te ra perëndimi, dielli para sabatit, në këtë rast përcakton, në perëndim të diellit fillon sabati, të premten. Një shkrim tjetër, Levitiku 23:32, sepse ndoshta ju nuk në këtë rast, më falni, por ka vëllezër e motra që në këtë rast rreth botës që mendojnë që sabati ka të bëjë me një mënyrë tjetër llogaritje dhe nuk e marrin perëndim nga perëndim. Por shkrimi na thot, lavdjatit, do të jetë thot një nga festat e atit, që në këtë rast festa e gjykimit e shtyrjes, lavdjatit thot, do të jetë një sabat thot ajo ditë, pushimi, gjatë të cilës do të prurni shpirtrat tuaj, në këtë rast do luteni thot, do ekzaminoni veten tuaj, ditën e 9 të muajit, që është muaj biblik, nga mbrëmja deri në mbrëmjen vijuse. E ja ku përcakton shkrimi që dita biblike sabati, se tha do jetë për ju një sabat, do jetë një pushim, një quhen sabat i lartë të festat e tija, përveç atis javorit, kemi pse më Pashka, në këtë rast është një sabat i lartë. Pastaj kemi ditën e parë, ditën e 7 të Bukës Pamaja, është një sabat i lartë, është një ditë pushimi, nuk kryet punë. Gjithsesi, e dim që shkrimi përcakton që dita në këtë rast llogaritet nga mbrëmja, nga perëndimi deri në perëndim. Lavdjatit. Unë dua që ti ta shikosh vetë shkrimin dhe unë lutem që të japi një dëshmi në zemrën tënde. Shiko çfarë premtimi na jep Ati duke mbajtur ditën e tij të veçuar sabatin. Thot, vargu 13, në profeti Jeshajahu. Në këtë rast shiko çfarë thot Isaia që thënë. Në rast të thotë, ti dhe unë e përmbajmë, thotë, e mbërban këmbën që të mos dunos sabatin, mos e dunotët, mos e përdos, mos e shkel. Në rast se nuk kryen punët e tua gjatë ditës time të shenjtë të veçuar, thot Ati. Në rast se quan sabatin kënaqësi, thot, në zemrën tënde. Të Jahue thot që meriton derë vëlla motër. Në qoftë se nderon duke hequr dorën nga udhëtimet e tua, thot, por nuk flasim për emergjencën që tham pak më përpara, po jo për qefet, thot, tënde. Thot, atëre, thot, në qoftë se e heq dorë nga kryeja punëve të tua, nga të folurit për problemet e tua, thot, atë ditë vëlla motër me që doli. Nuk flasim për problemet tona sot në sabatin. I kemi lënë. Nuk ankohemi në ditën e tija, është ditë e veçuar, pikërisht dhe ka të bëjë dhe folura. Pse? Sepse duhet të jetë çfarë? Duhet të jetë kënaqësi, thotë në qoftë se quan kënaqësi. Kur ankohemi nuk besoj se kemi kënaqësi apo jo në zemrat tona. Dhe aty thota leri. Leri çdo ankesë, çdo si thua shqetësimet apo çdo leri në ditën time thot, shpenzo kohë me mua se do të fuqizoj unë mas andaj të përballesh me javën. Lavdjati. Heq dorë nga kryeja punëve të tua, nga të folurit për problemet e tua, siç tha, do të gjesh kënaqësinë tënde tek Jahue, çfarë do bëj Ati? Unë do të bëj që të kalërosh mbi lartësitë e tokës, do të jap të hash trashëgiminë e Jakobit Atit tënd, do të thotë premtime që i dhash Jakobit në këtë rast thot, ato gjëra do të bien mbi ty thot, sepse goja e Jahue ka folur. Përse vëlla motër? Ishte çështja në sabati.
Shiko çfarë deklaron, thot. Biles, thot, goja time ka folur, thot ati. Goja e Jahue ka folur në fund të vargu 14. Sepse goja e Jahue ka folur, kur ati flet është ligj. Mbaj këtë gjë në këtë rast. Veç fa po të them unë, se unë do të lartësoj, të kalërosh me të tërë lartësitë e tokës. Dhe kjo është pak, po të shikosh në ligjin e përtërirë, apo do ta shikojmë në Jesaja 56. Po, ma më fuqishëm. Vamotër, këto profeci janë akoma aktive në jetën tonë. E pa më pak më përpara, Mesia thot, sabati është bërë për ty, thot, mbaje, ndero atin ten që është ati tim, thot, dhe të lartësoj. Vlla, në këtë rast, kur folëm pak më përpara, që po bere një deklarim, po mune kapa. Në këtë rast, kur thot ati që do të ruaj kur del jashtë, kur hyn brenda, është një nga premtimet e ligjit të përtërirë ajo që përmendet ti. Si rezultati mbajtjet e urdhërimeve, thot ati, mas kur do dalësh jashtë, kur të hyj brenda, do je mund, thot. Do të bekoj, do të shtoj frutin e durëve tende, Psalmi 1. Apo në çdo gjë që ti në këtë rast do kesh në tokën tende që do prodhojë, do shumohet. Por shumë prej gjërave Satani ka mbajtur peng mendjet tona me mësime të gabuara. Okej, atëherë tani, unë besova kaq. Le shkojmë asandaj, mësojmë në një farë mënyre. Nuk ke shkrimi plot. Ne dim që shumë dhe vëllezër dhe motrat në këtë rast mbajnë disa prej urdhërimeve në mënyrë indirekte. E mbajnë ligjin, veç se thonë ata gjohë tani është hequr, gjë që është një heresi më vete, por ka gjëra akoma të tjera që ati kërkon për nesë. Në ecjen tonë, që ka urdhërime të caktuara. Tani shumë për ju motra jeni, në këtë rast ju keni urdhërime të caktuara, jeni gra, ka disa urdhërime që përkasin juve, janë disa urdhërime që na përkasin neve si burra. Ishin atëre urdhërime që ishin lidhur me tempullin, nuk kemi tempull. Ka urdhërime që janë të lidhur me mbretërit, me Davidin apo me çdo mbretër që ishin. Tani nuk janë të tërë mbretër, nuk janë të tërë funksionar të ligjeve në këtë rast. Atëre kishte një sistem që ati kishte vendosur që në këtë rast, imagjino që në Shqipëri ligji tia, sepse i deklarojmë asanda del pastori thotë që populli shqiptar ka nevojë për ligjin, por unë nuk e praktikoj në kishën time. Kjo është sharake. Nëse në qoftë se në Shqipëri do ishte ligji atit dhe në këtë rast kryeministri apo çdo funksionar ishte drejtuar nga profetët dhe do zbatonte dhe do dënonte çdo shkelje të ligjit, ati do ta lartësonte çfarë? Kombin tonë mbi lartësitë e tokës. Dhe do na jepte çdo lavdjati, çdo premtim që shkrimi po të thotë, do të hastot në këtë rast nga premtime, trashëgimia e Jakovit atit tënd. Por nuk është ai sistem, janë paganë, janë të paudhë, janë të pabesë. Dhe neve tani jemi në Babiloni, vëlla motër. Dhe në këtë rast, duke qenë në Babiloni, siç ishin populli Izraelit në kohët e Jeremiahu në këtë rast, apo të Danielit, apo Ezekielit, ishte koha e Babilonisë atëre. Ishin së bashku, vëlla motër. Profeti Daniel, Ezekiel, Jeremia që thonë, ishin Nehemia, ishin së bashku në të njëjtën kohë, në kohën e Babilonisë, që ati kishte çuar në sklavëri. Përse? Sepse nuk mbajtën sabatin e tokës. Sabati i tokës, vëlla motër, është një herë në vit për ata që kanë tokë, duhet ta lejë të pushoj në atë vitin e 7. Vazhdoi të trokisën në zemrat e tyre për 70 vjet, nuk dëgjuan. Për ato 70 vjet që nuk dëgjuan, tha në këtë rast 70 vjet në sklavëri në Babiloni dhe vajtën. Mbas 70 vjetësh, masandaj ngrihet Nehemia, do ndërtonte muret. Unë lutem atit që ne, në këtë rast, ngrihet një gjeneratë, një mbetje në Shqipëri, kudo që të jesh, ajo mbetja që të ngrejnë muret e asamblejse që në këtë rast janë të rëzuar disa prej tyre, janë të goditur. Lavdimi me që t'ja. Tani, në specifikën, vëlla motër, e them sepse edhe për ju motra që të kuptoni, çfarë mund të bëhet në ditën e sabatit? Si thamë, nuk ka punë,
nuk gatuajmë në atë ditë vëlla motër. Gatuajmë përpara, verin frigorifer, mund ta ngrosh, pastaj me çikuj apo si mund ta ngrosh ti, por nuk gatuhet në këtë rast sepse e pamë që në ditën e parë të Facebook-s pa maja, shkrimi thotë që në atë ditë, vetëm në atë ditë thot Ati në ditën e parë dhe në këtë rast në ditën e 7 thot mund të gatuhet për ditën vetëm thot, jo për 2-3 ditë. Sepse thot në këtë rast ka lejoj unë, është festa time, thot e unë vendos thot Ati, lavdjallë, është sovran. Nuk gatuhet në sabatin javor flas, ben më përpara, i vendos më përpara, nuk ka blerja apo shitje në dyqan, të marrë çdo të vetëm marrë këtë gjë në vogël, ben më përpara. Në qoftë se duam të nderojmë Atin. Nuk ka larje, pastrim, gjërash, themelesh që mund të bëjmë, vëlla motër, okej, janë gjërat emergjence, ra diçka, apo ju që keni fëmijë, motra, se kanë vetë fëmijë, okej, do t'i pastrojmë, se tash nuk do ta lejmë gjën poshtë, më kupton, apo sepse shkelit apo siç e dimë, do ta pastrojmë, do marr diçka, por flasim për atë pastrimin, larjen, shplarjen, lavatriç, këto gjëra nuk mund t'i bëjmë në atë ditë, është ditë pushim. Është ditë të nderimit ndaj Atit. Edhe siç thash, nuk udhëtojmë distanca të largata me qëllimin që do vetë duhet i llogaritim gjërat më mirë, vëlla motër, sepse ka lodhje. Ati do që të pushojmë në çfarë pas të ndaj. Është pushim fizik, po shkojmë në asamble, në kishë, miqësi, ne e dim që është një mbledhje veçuar, shpenzon kohë me Atin, shko vizito miqtë tënde në qytetin ku je apo një motë të një vëlla që besojnë në Mesian Jeshuan, që janë të mbretërisë, shpërnda lajmin e mirë, shëro, çliro, ngushëllo, inkurajo, vizito ata në nevojë, bëj punën që Ati na kërkon në ditën e tij, siç e bëri Mesia. Shumë e thjeshtë. Lavdjat. Vazhdojmë. Në fjalë të urta 4 në këtë rast siç e dimë, Ati na jep një doktrinë të mirë, thotë mos ma braktisni urdhrimet e mia, që është ligji, që janë festat e tija brenda atij ligji. Sabati është brenda. Ne e quajmë ligj në këtë rast thotë që është parë, dhjata e vjetër, ajo e quhet ligji lavdjatit. Të mos e braktisim, se po e braktisim hymë në mëkat, mëkati e shkelja ati ligjit e para Gjoni 3:4. Dua të shkojmë tek shkrimi, vëlla motër, dua të shkojmë tek urdhrimi që kishin për sot, lavdjatit. Okej, le ta shikojmë. Ligjin e Përtërisë 12. Ati thotë që nuk duhet të shërbejmë hynive të tjera, apo jo, si na thotë shkrimi. Nuk duhet fare të ngrejmë në këtë rast pemë të gjelbërta, dhe ja ku vjen ashtu quajtura Krishtlindje. Për ju motra që akoma Mesia nuk na la një urdhrim të tillë. Nuk u lindën datën 25 dhjetor apo 23 apo 22 siç ndrojnë pastorët sot datën sipas qefit. Mesia u lind në festën e kasolleve, që është në fund të shtatorit, në fillim të tetorit. Ku lindi ai? Lindi në kasolle. Ati ka bërë çdo gjë, ka manifestuar dorën e tij. Është më tepër për birën e tij. E ka bërë në një aspekt të caktuar. A nuk ishte mundësi që Mesia të linte në një hotel me 5 yje ta zem në atë kohë, në një vend të mirë me pak fjalë, po kishte mundësi atje në gjendje ta bënte atë gjë. Por e bëri apostafat në këtë rast që të dëshmonte, sepse është e lidhur gjithmonë me festat e tija për birin e vet, lavdjatit. Do vinë në një nga festat e tija, kush është ajo festë? Në festën e burive. Do bjerë buria, do ringjallen ata që kanë besuar, dhe kush ka ngelur gjallën atë kohë, do tërhiqet para zemërimit të Atit, mbas mundimit të madh, mbas 3.5 vjeçarit. Kisha do jetë këtu, bota do jetë këtu, do testohen akoma zemrat. Nëse në këtë rast realisht e duam Atin, por ne nuk kemi caktuar, thot shkrimi, për zemërimin e Atit. Dhe Ati do zemërohet kundra paudhësisë, do lejë akoma një mbetje të vdekshme në këtë rast të njerëzve, që ta do kenë kohën e tyre në 1000 vjeçarin, por luma i që hyn në portat e qytetit, thot në Zbulesa 22, që të haj nga pema jetës, duke mbajtur çfarë? Urdhrimet e Atit, festat e tija që ti dhe unë tani po mësojmë, po i shikojmë, po i mëson ndoshta. Ja ku kemi
asherimet, do t'i vesh flakën atyre, do t'i rrezosh shëmbëltyrat e tyre, të gdhendurat e hyjnive të tyre. Është një hyjnim vetë pema e vitit të ri që filloi me baba gjyshin, me çdo festë pagane djallëzore, masandaj katolikët e morën, vendosën disa zbukurime, edhe ja në datën 25 që ata adhuronin diellin. Në datën 25 ishte ringjellja e diellit. Nimrodi qush ai hynia e tyre që gjoja u ringjall dhe katolikët bashkuan dhe i futën këto tradita pagane dhe ja dhanë pasandaj njerëzimit besimtarëve të ashtu quajtur. Ndërkohë aty çfarë thot në Jeremia? E kemi lexuar ndonjëherë vëlla motor në thellësi, sepse vargjet e para e dimë. Dëgjoni fjalën që Jahue po ju drejton o shtëpi e Izraelit. Kështu thot Jahue, mos mësoni të ndiqni çfarë rrugët e kombeve. Thot çfarë bëjnë paganët, thot mos shikoni çfarë bëjnë ata. Ndërkohë shikojmë që bëjnë të kundërtën e fjalës së Atit. Mos keni frikë prej shenjave të qiellit, ose janë kombe që kanë frikë prej tyre, thot. Dhe këto janë ato shenjat, ato mrekullitë falso. Jo se janë, ndodhin, por nuk janë prej Atit. Se po ta dimë kur Moshe Mojsiu beri shenjat e tia për 3 të parat, magjistarët në Egjipt bën ata të njëjtën gjë. Po kur vajtën e 4-ta mos gaboj, pastaj thanë, mbi këtu ndalojmë, tha, kjo është dora, është gishti i Atit, tha. Është gishti i krijuesit, këtu ne nuk kemi me fuqi. Se e përmenda sepse do bëjë shenja mrekulli, në zbulesa e thotë që Satani do bëjë shenja mrekulli, por nuk përcakton ecjen e një drejtuesi apo titullin e një zyre në kish, apostull apo profet, sepse beri disa shenja mrekulli. Ai vetë është mashtruar nga frymat e Satanit. Dhe normal që po mashtrovi kryesinë, do mashtroi komplet mira prej tyre, apo siç kanë sot rrjetet në çdo cep të botës, ministritë të ashtu quajtura, dhe që vendosin vetëm në fuqia, në shenjat e mrekullitë. Ku është shkrimi? Ku është ecja në drejtësi, në urdhrimet e Atit që përcakton në ligjin për të rirë, 13 profetin e vërtetë që zbaton urdhrimet e Atit, kështu do ta dallosh, thot Ati. Mos i ndiq, thot ata, sepse bën shenja mrekulli. Unë po të vej në testim zemrën tënde, thot. Prandaj vëlla motër, gjërat që shikon online apo nuk e di çfarë mund të ndjekësh apo ke ndjekur. Në qoftë se nuk ecin në urdhrimet e Atit, në festat e vërteta, ai që ka besuar tek Mesia, largohu prej tyre. Jemi larguar dhe kemi ndjekur dhe kemi ekzaminuar për vite, kemi shikuar shkrimin dhe kur vjen momenti masandaj ndahesh, veçohesh. Malakia 3 flet për atë veçimin. Ata që kishin frikë nga Ati Jahue i folën njëri tjetrit. Ja ku po flasim njëri tjetrit, po miqësojmë. Dhe thot masandaj që një libër kujtimi u hap në qell. Kush e hapi? Hati librin e kujtimit. Ka shumë libra në qell të sot dhe shkrimi. Është libri i kujtimit, është libri i jetës, ka libra të caktuar. Një ditë me Irati do t'i marr tërë librat t'i predikojmë thjesht për një uri. Dhe thonë masandaj që në ato ditë, unë po përgatit çfarë? Xhevairët e mi, thot Ati. Po përgatit xhevairët, atë mbetjen e që në këtë rast thot do nderojnë emrin tim, thot, që kanë frikë nga emri tim, që në këtë rast çfarë zbatojmë urdhrimet, festat e tija, se është fillimi i urtësisë së lavdjatit. E thot vetë psalmi, fjalët e urta thonë të njëjtin gjë. Thotë në atë ditë çfarë ju do dalloni, ja shikoj vëlla motë ndoshta në Biblën tënde, se mund ta edhe këtu, por Jeremia 3:16 deri në 18, shënoj ndoshta dhe shikoj më vonë. Thotë në atë ditë ju do dalloni midis atij që i shërben Atit Jahue, thotë, dhe ai që nuk i shërben, Jahue në ato kohë. Ndërkohë, sa po përmendëm në ligjin për të rirë 13 atë dallimin që si mund të dallosh një profet të rem, një mësues të rem, thotë në fund, në vargun 4, thotë duke patur frikë nga mua, thot Ati, duke zbatuar të gjitha urdhrimet e mia, thot, çfarë thot? Do të lidhesh ngushtë me mua dhe do më shërbesh mua, thot Ati. Dhe ja ku vjen harmonia e shkrimit. I shërben Atit, zemrës së tia, në kohët e tia të caktuara, në festat e tia, kemi në çdo javë kemi sabatin që sot, lavdi emrit të tia. E ja ku shikojmë festat pagane,
zakonet e popullit janë kotësi, sepse sikush një e prej në dru në pyll, prej në pyll, dëlinjën që prisin më përpara, po pishen më përpara, puna durëve, punëtori me sapata, e rregulloni me beni, jo kjo dega nuk beni, e rregullonim neve, zbukuron me çfarë? E zbukuronin me ardhe dhe me argjend, e fiksonin me gozhë dhe me çekik që mos të lëviste nga vendi, apo jo. Tani, ke të gatshme shkon në dyqan, i merr i dhujtarinë, e merr si ta duash, masandaj ke arin argjendit që i vendos vetës sipas ngjyrës. Shiko që ne i kemi përpara dhe masandaj pastorët sot i ngrejnë idhujt që ndrojnë drejt çfarë si palmë, nuk flasin, nuk mund të bëjnë të mirën për ty që je në këtë rast drejtues në asamblen tende që po e ngrejnë në dhjetor, zbato urdhrimet e Atit, festat e tia biblike që Mesia praktikoi. Mos ki frikë prej tyre, se so shkrimi thot, masandaj thot askush, nuk është ngjashëm me ty, o Jahve, lavdi emrit të, ti je i madh dhe emri yt është i madh në fuqi. Kush nuk do të kishte frikë prej teje? Ja prap. O mbreti kombëve, është me më të madhe, se është mbreti, lavdi emrit të tia, mbreti mbretërve. Po, kjo të detyrohet, sepse midis gjithë njerëzve të ditur, ata janë të ditur në sytë e tyre, të diturit e kombëve, thot, në të gjitha mbretërit e tyre nuk ka asnjë njeri të ngjashëm me ty, lavdimi të. Janë të gjithë budallënj dhe pa arsye, thot, idulli i tyre prej druri, pema prej druri, që pa pak më përpara, është një doktrinë pas një vlerë. Është një mësim, është doktrina, është një mësim, është mësim normal që e bëjnë mësim, është një mësimdhënie, është një traditë, thot, pa vlerë. Dhe sot pastorët mbajnë një doktrinë pas një vlerë që është idhujtaria. Kjo palma që ngrihet në altarin, atë thot në ligjin për të rirë 19. Mos ngri asnjë pemë në altarin tim që unë e urrej, thot. Mos ngri asnjë pemë, çfarë bëjnë? Ngrejnë pemë. Nëse, me që doli. Do vazhdojmë. Do vazhdojmë. Në ligjin për të rirë 12. Atë thotë në vargun 29. Kur Jahu Elohimi yt thot popullit të tij, do të kesh farosur përpara teje kombe që ti shkon për t'i shpronësuar. Dhe kur të kesh shpronësuar të banosh në vendin e tyre, dhe ja ku banojmë neve në kombet të caktuara, ru thot dhe na thot Ati, si atyre i thoshte na thot dhe neve, se fjala e tij është e përjetshëm, ligji i tij është i përjetshëm dhe ky është një nga librat e ligjit, quhet ligji për të rirë. Ru thot të mos biesh në kurthin e ngritur duke ndjekur shembullin e tyre, dhe pemën pak më përpara çfarë? Shembullin e paganëve që nga Nimrodi atëre që ndërtovi Babelin, ndërtovi Ninevenën në Irakun e sotëm, dhe u transmetuan masandaj vajtën e Egjipt, gjërat, çat e Egjiptit morën katolikët, ça nga paganët e Mesopotomisë atëre, dhe me njëherë ndërtohen pemët masandaj. Dhe i puthin, i zbukurojnë, janë të kujdesshëm. Dhe i futim masandaj përzjejmë, sepse ndërkohë, vëlla motër, sinqerisht, kur vjen një pagan, kur vjen një pabesë nga jashtë, kur vjen një pagan nga jashtë, çfarë bën? Shikon çfarë? Shikon që kur, do hyri në kishë rastësisht po e marrin. Vjen në kishë rastësisht, çfarë bën ai? Shikon që rasti, tha ja ku qen ka pema. Po tha, ai me mendjen ti thot, po dalë thot, këtë pemë thot. Unë e kam mbajtur çdo vit në shtëpinë time. Atëre thos, s'ka diferencë. Unë mirë pas kam bërë atëre, ja dhe këtu brenda në kishë, të njëjtën gjë po bëjnë ata thot. E shikon që nuk ka një veçinje ndari një shenjtërim? Mos u shërbeni, në këtë rast thot, mos ndiqni shembull e tyre pasi janë thot ata shkatruar përpara te dhe ti të informohesh mbi ynyt e tyre. Duke thënë si shërbeni këto kombe ynyve të tyre dhe unë do të veproj kështu. Mos e bëj, thot, mos shiko zakonet, mos ndiq ata thot Ati. Dhe pastaj vjen në vargun e fundit që ishte teksti tim në fakt, do të kujdeseni thot të zbatoni në praktik të gjitha këto gjëra që ju urdhëroj dhe kishte masandaj. Nuk do të shtoni dhe as nuk do të hiqni asnjë gjë thot urdhërimeve të mia. Çfarë kanë bërë sot i kanë hequr. Në Zbulesa 22 çfarë thot Ati? Thot, unë ju deklaroj, kujdoj që dëgjon fjalët e profecisë të këtij libri,
të Biblës vëlla motër, po mbaron, janë faqet e fundit, rreshat e fundit. Të këtij libri thot, nëse në kush do t'i shtoj këtyre gjerave, thot Elohim do të dërgoj mbi te plagët e përshkruara në këtë libër. Ku ishin përshkruar plagët, sëmundjet? Në ligjin e përtërirë. Ne ishin përshkruar atje. Nëse dikush heq nga fjalët e librit të kësaj profecie, thot Elohim thot do t'i heq pjesën e tij nga libri i jetës, nga qyteti i shenjtë, thot, në Jeruzalem i ri me pak fjalë, në 1000 vjeçarin, beslidhja e paqes, dhe nga gjërat që janë përshkruar në këtë libër. Në këtë libër, ku? Në librin e plotë të shkrimit. Ato që janë në të kuqe, thjesht, janë ato që ati kështë tenë, thot, nuk do të shtoni, as nuk do të hiqni të njëjtën gjë. Mos në shto, thot, mos hiq, thot. Ati gjithmonë ka patur shkrimin e tij në harmoni. Lavdjatit. Dua të kalojmë, vëlla motër, dua të kalojmë në Gjoni. Po lexonja sot dhe më preku shumë ai shkrim, por nuk e di, do ta kem këtu poshtë, por do lexojmë në Gjoni 6. Është një libër i mbushur plotësisht për lavdi të Atit. Në Gjoni 6, do marrim vargjet, do ta kem këtuja, po. Në Gjoni 6, vargjet 31 dhe përtej. Unë mbusha, kur po lexoj, në fakt po lexoj edhe në avion, por po mbusha plot, nuk e pas kam tu, s'pas kam hedhur. Në Gjoni 6, ti po ta kesh Biblën, ke mundësi aty, vëlla motër, hape. Në Gjoni 6, që nga vargu 35 në fakt deri te 51. Lavdjati. Okej, le ta shikojmë. Okej, një moment sa ta hedh, shkrimi që të shikoj edhe në ekran për ju që po e ndiqni. Lavdjatit, okej. Pak. Gjoni 6. Flet vetë mbreti lavdisë, Mesia, dhe unë lutem Ati që të punoj thellë në zemrën tënde, vëlla motër. Lutem që të ketë një dëshmi të vërtetë akoma më thellë. Le ta shikojmë shkrimin. Okej, një moment. Dua që të jetë i saktë, sepse kam pak këtë që të jetë i mirë vendosur se ka rëndësinë e vetë. Është shkrimi i Atit dhe kur e shikojmë asandaj jep një dëshmi të mirë. Në lavdi Atit. Okej. Tani, Gjoni 6, thot. Dhe Jashu tha atyre, unë jam buka e jetës, thot. Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kurrë uri, dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më kurrë etje. Çfarë po thot këtu mbreti i lavdisë, thot? Unë jam fjala e tij, thot. Siç thash më përpara në Mateu, thot, duhet të hash, thot, për fjalës së Atit, thot, duhet të hash prej meje, ka nga ana figurative, thot. Dhe kush vjen tek unë, thot, kush e ka zemrën tek mua, thot, masandaj, thot, gjërat e tjera, thot, në rast të çfarë, thot, gjërat e tjera do largohen, thot, dhe masandaj nuk do haj prej tyre, por në këtë rast do haj prej meje, thot, dhe nuk do të ketë me kurrë uri. E ka fjalën që kur ham, çfarë po thotë, kur ham diçka, gjithmonë do ham, vëlla motë, do kemi uri për të ngrënë apo jo. Por thotë, kur vjen tek unë, thotë, gjërat frymërore, thotë, fuqia e frymës së shenjtë, ajo jeta në frymë, thotë, atëherë do jesh gjithmonë në këtë rast i mbushur, nuk do të kesh më kurrë, thotë, urinë. Kush beson tek mua, prap, thotë, nuk do të ketë më kurrë etje. Dhe këtu po marr një dëshmi tani këtë moment, vëlla motë, po flet vetë për jetën e përjetshme. Në atë ditë, thotë, ka fjalën që në atë ditë, thotë,
nuk do vraposh sot, apo nuk do mundohesh sot të sigurosh sot, nuk do të kesh me kurrë uri dhe etje thot, do siguroj unë. Biles shkrimi thotë që pema jetës është në mes të qytetit të ri të Jeruzalemit, rini 1 vjeçari, do ham nga pema jetës. Do është lumi jetës që është në mes të po ati qyteti, lavdjatit. Që flet gjithashtu, vëllai, flet për manifestimin e frymës së shenjtë, ai lum, por pema realisht është se pema ishte në kopshin e Edenit. U hoq, kur erdhi shturja çdo gjë tjetër, ati e hoqi lart, do ta zbresin 1 vjeçarin në qytetin e tij, në prelën e tij. Haleluja. Kur Mesia do jetu në tokë të mbretëroj për 1 vjet dhe për në përjetësi, lavdjati. Po unë ju thashë, thot vargu 36, ju më keni parë, thot, kujt ju thot, tu ju thot të popullit të tia, judejnve, izraelitëve, pak fjalë. Unë ju thashë, thot, ju më keni parë, thot, ju më shikoni, ju më shikoni çfarë unë po bëj, thot, dhe çdo gjë që unë po bëj nuk është nga vetja ime, thot, është gishti i Atit Elohim, thot, ati im që po i bën, unë shikoj çfarë ai bën dhe unë bëj. Ju më keni parë, thot, por çfarë nuk besoni, thot. Gjithçka thot që më jep Ati, thot, do të vi tek unë. Do t'i zbërthejmë këto vargje, vëlla motë, sepse këto vargje janë keq interpretuar dhe do të shikojmë pastaj vetë shkrimi interpreton veten e tij. Thot, po unë ju thash, thot, gjithçka që më jep Ati, thot, do të vi tek unë. Vëlla motë, mos e merr atë kuptim tash Ati jep shpëtimin disave, se këto shkrime i mbajnë pastaj një reformistët në mënyrë heretike. Thot, jo sepse thot Ati jep disa dhe disa në këtë rast nuk ja jep Mesias të shpëtohen. E thot pak më borë në këtë rast atë interpretimin e dur. Thot. Dhe atë që vjen tek unë, unë nuk do ta nxjerrë jashtë kurrë. Thot, ai që ka një zemër, thot, që do të vi tek unë, thot, unë nuk do ta refuzoj me pak fjalë kam. Ky është interpretimi i dur. Pastaj thot, sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, thot, por vullnetin e Atij që më ka dërguar, kështë fjalën për Atin Elohim. Ky është vullneti i Atit që më ka dërguar. Ja ku e shpjegoj. Që unë të mos më humbas asgjë nga të gjitha ato që ai më ka dhënë, por të ringjall në ditën e fundit. Tani, këtu vëlla mo të po flisë, edhe në vargjet më përpara, po flisë për dishepujt. Që Ati kishte dhënë të 12 në këtë rast, që i kishte dhënë Ati që ai të ringjallte, por e dim që njeri masandaj u mashtrua. Ai Mesia donte ta ringjallte, por siç e dim, Satani hyri në zemrën e tij. Dhe vetë Juda e lejoi që të hynte. E lejoi vetë sepse ishte çfarë? Pa lakminë, pa lekun, pa fitimin. Thot ky në këtë rast siç e dim. Okej, thot vargu 40. Ky pra është vullneti i Atij që më ka dërguar për Atin, që kushdo që sheh birin dhe beson në te, kushdo që e sheh, dhe këtu ai shikimi, duhet ta shikojmë dhe në zemrën tonë, vëlla motër, ta shikojmë, ta perceptojmë, të dimë që ai u ringjall, në këtë rast në zemrën në ditën e tretë, kur na predikohet o kur predikohet botës, çfarë i predikohet që të besojë. Kur beson thot, të ketë, është i predispozuar, vargu 40 thot, që të ketë jetë të përjetshme, të ketë është një ngjarje të sartmes, ka një proces. Dhe thot, unë thot, do ta ringjall prap në të ardhmen. Në qoftë se thot, do qëndrojë në mua, në qoftë se do vazhdoj të besoj, në qoftë se do eci në urdhrimet e Atit, thot, pasandaj unë do ta ringjall. Ishte fjalën vetë Mesia që unë thot, ka dhënë fuqi Ati që ta ringjall thot në ditën e tretë. Në ditën e tretë, në ditën e fundit, në ditën e tretë u ringjall ai. Judejtë pra murmurisnin për këtë thot, sepse kishte thënë unë jam buka që zbriti nga qielli. Dhe kishte fjalën. Vëlla motër, Mesia në këtë rast kur lind nga fryma e shenjtë në Miriam, që ka emrin e saj të vërtetë, Maria thonë, po Miriam e quajnë, është hebre. Kur u ngjis në këtë rast nga fryma e shenjtë, e ka fjalën që fryma erdhi nga lart, nga qielli, dhe unë thot në këtë rast erdha nga qielli, domethënë unë erdha nga lart. Nuk u linda thotë nga fara e njeriut. U linda prej qiellit, prej frymës, lavdjat.
Dhe ata thoshin, vallë, a nuk është ky, thot Jeshua, biri i Jozefit, të cilin ja njohin baban dhe nenën, thot, normal që ata ishin mishor, natyror, nuk i kuptonin gjërat frymërore. Si thot ky, unë zbrita nga qelli, gjithmonë Mesia fliste me shëmbëtyra, apo jo. Atëre thot Jeshua i përgjigj dhe u tha atyre, mos murmurisni midis jush, thot, askush nuk mund të vijë tek unë, po qëse ati që më ka dërguar nuk e tërheq dhe unë do të ringjall atë në ditën e fundit. Tani, vëlla motre, pam pak më përpara që ati në këtë rast të çfarë, ja ta shikojmë. Vargu 3, gjithçka thot që më jep ati do të vi tek unë. Ja jep ati në këtë rast çfarë? Ati do t'ja japi kur ai të kthehet me zemër, do t'ja japi në këtë rast, do t'ja japi zbulesën akoma më të thellë, në këtë rast që Mesia në këtë rast është ai i vajosuri, që u ringjall në ditën e tretë, thot. Dhe thot pasaj, atë që vjen tek unë, do ta bëj kush? Personi do të shkojë, në këtë rast e ka fjalën do të besojë, do të shkojë ai tek Mesia në këtë rast me zemrën e tij. Tani kur shkrimi thotë që askush nuk mund të vijë tek unë, po qëse ati që më ka dërguar nuk e tërheq, e ka fjalën vëlla motor e flet çik më vonë, e jep të shpjegimin, sepse kur përdorim këtë fjalë, o ati do ta tërheqi që ai të vinë në besim. Jo vëlla motor. Që ati do japi sinjale, do ta trokasin e zemrën e tij, do përdori persona, do përdori ngjarje në jetën tonë, ato janë tërheqje që ati na bën të afrohemi ndaj tij. Por fuqia, autoritetit personale të zgjedhjes në këtë rast nuk e anashkalon atin, se ndryshe ati në këtë rast do sfutonte tërë botën dhe nuk kishte nevoja që të vendosë në vullnetin lirë tek secili, nuk kishte nevoja të vendosë zgjedhjen, por në këtë rast e bën si. Le të shikojmë pak më përpara. E jep shpjegimin e asaj tërheqjes, se këtë do të shikoj. Okej, vazhdojmë vargu 45. Në profetët do të shkruaj që të gjithë do të jenë çfarë? Mësuar, ja ku ishte ajo që po shikojmë. Të gjithë do të jenë mësuar nga Elohim. Të gjithë do të jenë mësuar çfarë? Me anë të lajmit të mirë vëlla motër. Të gjithë thotë nuk do ngelen pa, u trokitu në zemrat e tyre, në një farë mënyrë apo një tjetër, ati dhe në ata persona që ne mendojmë, po ja, i personi ja ndroj, nuk e dim, ai mori, ai ka përdikuar në një diku. Normal që ati nuk e ka lënë pa evidencë në jetën e tij. Një fletë ungjillizim, nuk e di, dikush ja ka dhënë, ati në këtë rast i ka shfaqur. Biles shkrimi thot në Romakët që vetë krijimi i dëshmon që ka një krijues. Ajo është evidenca më e madhe, thot jeni pa në këtë rast të pas një lloj arsye, thot, sepse vetë krijimi thot dëshmon që ka një krijues. Lavdia, mrekullia e tij thot është shfaqur, thot tashmë. Dhe gjithë do të jenë të mësuar, thot, do mësuar çfarë? Do mësohen, thot, do predikohet, thot, do ndahet lajmi i mirë, thot. Pastaj thot, duhet të besojnë, se pa pak më përpara, që ata çfarë? Duhet të besojnë që të shkojnë vetë tek Mesia, po jo. Çdo njeri pra, shiko tash atë që po thesha pak më përpara. Pra, çdo njeri pra që ka dëgjuar lajmin e mirë, ka dëgjuar për mua, thot Mesia. Dhe çfarë? Dhe mësuar nga ati. Vjen tek unë, ja ku është ajo ardhja. Që askush thoshte pak më përpara, që askush nuk mund të vijë tek unë, si do vinte? Duke dëgjuar dhe mësuar. Do shkonte në këtë rast tek Mesia. Sepse do dëgjoj lajmin e mirë, por dhe do të mësohet në atë moment, një herë, dy herë, derisa të vejë në vendimarrjen tek Mesia. Ai person do të dëgjoj një herë, do dëgjoj disa herë, Masa do bëhet ato pyetje, do mësohet në shkrimin, do zbërthehet ai lajm mirë, që do punohet ajo zemra atij personi, që çfarë? Që ai person të shkojë tek Mesia, të thotë të vite kuna. Okej, do lutemi për atë aspekt. Do t'i kërkojmë atit të japi ty fuqi, do t'i kërkojmë atit që
të tërheqim në fjalën e Tij, në shkrimin e Tij, të lexojmë megjithatë për secilin prej nesh. Do t'i lutemi Atit të na japi në këtë rast atë një shkëndijë më tepër në jetën tonë, në ecjen tonë frymërore, që të vim dhe të vim më tepër, të shkojmë më tepër tek shkrimi i Tij. Dhe ajo është gjëja kryesore, mota dhe unë e fola pak në fillim, që ne të jemi akoma më të formuar në shkrimin, në atë disiplinën tonë, të shpenzojmë çiko më tepër në duke lexuar Biblën, më kupton, ta lexojmë të plotë, të marrësh një libër të saktuar dhe të kesh atë studimin intent, lavdjatit. Kjo është çfarë unë kërkoj për secilit prej nesh. Në qoftë se neve formohemi më tepër në karakterin tonë, shtypet mishi tonë, dhe në këtë rast shkrimi e thotë një gjë moto. Për secilin prej nesh. Kur rrugët tona i pëlqejnë Atit, ai në këtë rast vendos paqe dhe me armiqtë tanë. Kjo është shkrimi dhe fillon me neve gjithmonë. Ne, kemi gjërat në ambientin tonë apo shikojmë personin tjetër, por më përpara duhet të shikojmë veten tonë që neve në këtë rast të formohemi akoma më tepër. Ne të ecim në frymë, të bindemi shkrimit, të bindemi fjalës së Atit, urdhrimeve të Tija. Shumë prej jush tani ju mota që keni ardhur, po i mësoni, po shikoni gjërat në ecjen tuaj, lavdjat. Do lutemi për këto gjëra, do lutem unë në këtë rast sepse po të keni mundësi të hapni mikrofonat, po do ishte bukur dhe unë dëgjoj, por sipas mundësisë për lavditë të Tija. Haleluja. Lavdi emrit tënd o Atë. Falenderojmë Atë në emër të Jashuas o Atë. Falenderojmë për këtë mirësi që Ti vendose o Atë në ditën tënde të veçuar, në sabatin tënd. Falenderojmë Atë që na ushqen me bukën e jetës o Atë, me urdhrimet tënde. Prandaj edhe vetë Mesia tha që njeriu do të rojë jo vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja tënde. Dhe goja tënde foli në Isaia, foli premtimet, ke folur nga zbulesa, ke folur që nga zanafilla, lavdjatit, e themelove ditën tënde, themelove urdhrimet tënde për teja dhe popullit tënd që ne të gëzojmë mirësinë tënde. Lutem Atë që të shtosh zellin për të lexuar shkrimin tënd. Lutem Atë që të thyen zgjedhat në jetët tona që na mbajnë peng me çdo manipulim që Satani jet në emër të Jashuas. Lutem Atë që na çlirosh. Lutem Atë që të kemi zell për të shkuar tek fjalat tënde. Lutem Atë që të lëm botën, të lëm kënaqësi, të lëm çdo gjë tjetër që na mban peng secilit prej nesh. Në emër të Jashuas lutem Atë që na çlirosh dhe na afrosh që të lidhemi ngushtë me Ty. Në emër të Jashuas lutem Atë që dora jote të zbuloj, të dëftet karakterit tënd në zemrat tona, në shkrimin tënd të na flasësh o Atë. Që ne o Atë të jemi mirë me Ty, të ecim drejtësisht në sytë tënd. Lutem Atë për familjarët tanë. Lutem Atë që dora jote o Atë të ketë mëshirë dhe ti çlirosh nga skllavëria e mëkatit. Lutem Atë që të dërgosh punëtor në korrjen tënde. Lutem Atë që çdo armë e sajuar kundra nesh dhe kundra atyre, lutem Atë që ti rrëzosh në emër të Jashuas o Atë. Lutem Atë që të hapen sytë e mendjes së tyre o Atë, që i verbimi i Satanit që ka verbuar mendjet e tyre për mos shikuar ungjillin, lajmin e mirë të mbretërisë. Lutem Atë që të bësh diçka o Atë. Lutem Atë që të punosh tellën në zemrat e motrave, vëllezërve këtu, në zemrën time, në familjen time, në familjen e tyre, familjarët, që ne të veçohemi fillimisht dhe ata të shikojnë atë veçimin, të shikojnë dashurinë e vërtetë, jo përgjigjen e mish, jo përgjigjen e shpejtë, por të jemi me frutin e frymës që Ti na këshillon në shkrimin tënd. Lutem që ato frutat e frymës o Atë të jenë të manifestueshme në jetën tonë. Të mos jemi në mish o Atë, sepse mishi na jep vdekjen, por fryma jep jetë. Ecja në urdhrimet tënde jep jetë. Njeriu prej tyre do të rojë dhe do të ketë jetë. Sepse mishi ka dëshira kundra frymës dhe fryma ka dëshira kundra mishit.
Dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën, si ti thua në shkrimin. Që ne të mos bëjmë ato që dëshirojmë. Por në qoftë se udhëheqemi nga fryma, në qoftë se zbatojmë fjalën tënde, ai zeri që shumë herë na thot mos u përgjigj, mos shko atje, mos e shiko. Në qoftë se udhëhiqemi nga fryma, nuk jemi nën ligj, nuk jemi nën autoritetin dhe drejtsinë në këtë rast e ligjit që prodhon masandaj zemrimin, dhe unë lutem ato që të dalim nga veprat e mishit, nga kurorshkelja, nga kuvëria, nga ndërësia, nga shturja, nga idhujtaria, nga magjia, nga amrikësia, grindje, xhelozitë. Lutem atë që ti shkulesh prej nesh o atë. Në qoftë se janë të fshehura o atë, lutem që dora tënde o atë ti të thyej zgjedhat e të ligut. Mëritë, zenkat, përçarjet, tarafet, lutem o atë. Smira, vrasje të deurët, gërkësira, të folurit, gjëra të ngjashme me këto thotë o atë, për të cilat po ju parlemëroj, thot apostulli, sikur se ju thash edhe më përpara, se ata që do të bëjnë këto gjëra nuk do ta trashëgojnë mbretërinë e Elohim. Lutem mua që të ecim në frutin e frymës, që është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, të kemi durim me njëri tjetrin, të kemi durim me të afërmit tanë që nuk shikojnë lajmin e mirë akoma. Të kemi mirëdashje, mirësi, besimin e të patundur tek ty o atë. Të kemi një zemër butësie dhe të kemi vetë kontrollin, sepse kundra këtyre gjërave nuk ka asnjë lloj ligji tjetër që të na mbaj peng. As ka slavëri. Sepse ata që janë në Mesian i kanë kryqëzuar, mishin bashkë me pasionet dhe lakmit e ti. Dhe në qoftë se rojmë në frymë dhe ne duhet të ecim. Halleluja. Lutem atë që fjala që mbillet o atë, fjala që predikohet, jemi berës të ati ligjit të përsosur, që të kemi lirinë dhe mbarësinë e veprave të duarve tona. Lutem atë që të ketë një restaurim në familjet tona, në ecjen tonë. Vamo të në këtë moment, në qoftë se ka diçka që duhet të flasësh me atin foli, e ndjej në zemër, si për motra dhe vëllezrit. Qoftë se ka diçka që duhet ja kërkosh, që ke diçka që duhet të punosh me veten tënde, kërkoj atit të ndihmoj në ky aspekt. Kërkoja dhe tregoj pa aftësitë tënde, tregoj çfarë mund të kesh bërë. Se cili për nesh e bën atë, duhet ta bëjmë. Bëje në këtë moment, vëlla motër, sepse do të bekoj jetën tënde. Faleminderit o atë. Faleminderit o atë, lutem o atë të kesh mëshirë o atë për ne. Të kesh mëshirë për mua o atë. Pastro o atë me anë të frymës tënde. Pastro o atë dhe më fal për çdo paudhësi, për çdo shkelje të urdhrimeve tënde. Mënyra si mund të kem folur, mënyra si mund të kem imagjinuar apo menduar. Çdo fjalë që mund të kem thënë që nuk është e pëlqyeshme përpara fronit tënd. Lutem o atë të më falësh, lutem o atë të kesh mëshirë dhe ta falësh popullin tënd o atë. Ata që janë pjesë këtu, lutem o atë që ti ndihmosh të dalin o atë në dritën e urdhrimeve tënde, të dalin në çdo mirësi që ti ke vendosur o atë.
Lutem që ti ngresh, ti formosh, ti trajnosh si vegla në duar tënde, si shigjeta në duar tënde, për të dërguar atje ku ti dëshiron, për të na formuar më tepër në karakterin tënd që Mesia erdhi dhe na tregoi o atë, sepse Shqipëria ka nevojë. Ka nevojë për dorën tënde, ka nevojë për njerëz që do ngrejnë muret e asamblejës o atë, që janë rënuar, janë ndotur. E i kanë verë në këtë raste, në këtë paudhësi që shikojmë. Lutem atë në emër të Jashuas o atë. Lutem atë në këtë kohën e mbetur o atë, që janë për momentin këtu atë. Lutem atë që dora jote o atë të tregoj fuqinë tënde, urtësinë tënde, mrekullinë tënde o atë. Dhe nëse është një, nëse është një apo dy, lutem atë që me ta o atë sjellësh një zgjim, një rilindje në zemrat e tyre, jo atë rilindjen e prosperitetit karizmatikën. Lutem atë që ajo rilindja që fillon me pendimin ton personal, lutem me disiplinën, me vëllezër e motra që do vajtojnë, sepse kemi shkelur dhe anulluar urdhrimet tënde. Lutem atë, lutem për nesër o atë që dora jote të zbresi. Lutem atë që ti të zbresësh dhe të bësh një diçka që nuk ka ndodhur, si në jetën e tyre, dëshmi në zemrat e tyre, dëshmi tek shërbëtori tënd. Lutem atë në emër të Jashuas o atë. Lutem atë që ti një gjë e paharrueshme o atë, që ti do marrësh lavdinë, që ti do lartësohesh. Halleluja. Lavdinë me tënd në emër të Jashuas o atë.